ke 20 bashki që sot drejtohen nga zëvendësisë kryetarë të bashkive. Nuk ka ndodhur asnjëherë, ti ke 31 kryetar bashkie që i kanë hetim një herë, më shumë se gjysmën, por nuk ka ndodhur asnjëherë që shkon kryetari i bashkisë kandidon, shkon kryetari i bashkisë përpara drejtësisë, dorëhiqet edhe mblidhen 3 socialistë vendosin. Këto kanë prishur çdo koncept edhe të pushtetit vendor. E çuditshme kjo, megjithatë, gjëra që ndodhin në këtë Shqipërinë tonë spektakolare, por kur ndodhin çuditëra edhe në Amerikë, mos ndodhin edhe në Shqipëri. Patjetër, por ne nuk duhet justifikohemi se ndodhin gjithandej, ndodhin dhe këtu. Bëhen dhe filma. Justifikohet njëra. Megjithatë, një kuriozitet, ju në takimin me Çim Pekën treguat një episod interesant nga angazhimi i ambasadores amerikane për të ndihmuar, facilituar procesin e Komisionit Hetimor Parlamentar për inceneratorët. Po, të dy dhe ambasadori BE-s. Edhe ambasadori BE-s. Sot kemi një lajm të fundit, zonja Tabaku, Yuri Kim është non grata dhe mua më pëlqen ta them në këtë formë. Yuri Kim non grata në Departamentin e Shtetit pasi u shpall Blinken, u përcoll edhe luja, madje edhe ky që erdhi për vit të ri dhe për 5 vjetorin e SPAK-ut, Kazanova i Departamentit të Shtetit, në kuptimin e mirë fjalës Kazanova, se ngatroheni ju dhe mendoni gjëra të çuditshme, këta nuk bëjnë ashtu. Janë emër real, domethënë. Po, ka me vërtet Kasanovi. Si, çfarë menduat mbrëm? Nuk e di nëse ndoqët mbrëm apo po. Unë isha dje në një takim të EPP-s në Maltëzi me një delegacion të Partisë Demokratike dhe po të flasë për. Po, dhe e ndoqa atje në fakt lajmin. Kisha kohë që nuk jam në kontakt dhe nuk e dija se si ishte situata dhe unë jam falenderuese sepse më ka ndihmuar një moment vështirë kur Komisioni Hetimor është bllokuar, po përtej kësaj unë besoj që sot Partia Demokratike ka nevojë që t'i tregojë njerëzve që nuk ka asnjë tabu në marrëdhënien me Amerikën. Dhe tabut në marrëdhënien me Amerikën kanë qenë ngritur edhe nga një propagandë. Dhe unë besoj që kjo do të shërbejë një ekskluzivitet i Iranës. Dhe besoj që kjo mund të shërbejë për t'i treguar njerëzve që nuk ka absolutisht asnjë problem. Dyert janë të hapura dhe mund të shërbejë edhe për të vazhduar atë proces që ndoshta zoti Berisha ka njoftuar dhe lajmëruar që ai do të bëjë edhe për pjesën e betejës së tij personale përveç betejën e PD-s për të sfiduar në të gjitha instancat, jo vetëm në drejtësi, procesin e nominimit të tij. Megjithatë,